Vrasja dyfish në Durrës, arrestohen 4 persona. Në orët e para të ditës së djeshme, rreth orës 1:45, një ngjarje e rëndë u regjistrua në Mans të Durrësit. Sipas informacioneve policore, dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta mbetën të vrarë marmëzjari shtetasit Aranit Kurti, 23 vjeç, dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, të dy banues në Mans. Lidhur me ngjarjen e rëndë, policia e Durrësit ka arrestuar 4 persona të dyshuar që kanë lidhje me krimin e dyshimt. Ngjarja ndodhi jashtë një lokali, ndërsa Daniel Pepa është shpallur në kërkim. Dinamika e ngjarjes. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, Daniel Pepa së bashku me Arianit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli i ka kërkuar kamarierit të lokalit që t'i bënte një kafe. Kamarieri është përgjigjur që ekspresi ishte i fikur dhe se nuk mund të bënte kafe. Më pas, sipas informacioneve, Danieli ka kërkuar që ta ndez ekspresin duke përdorur edhe fjalë fyese në drejtim të kamarierit. Aty ka ndërhyrë Flori Paluçi, i cili ka thënë që ti nuk mund ta fyesh pasi kamarieri është ulur në tavolinë me mua. Pas këtij momenti ka nisur debatet verbale mes tyre dhe kanë degeneruar deri në përdorimin e armës së zjarrit. Sipas dinamikës paraprake, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, i cili ka vrarë Arianit Kurtin dhe më pas Daniel Pepa ka qelluar duke lënë të vrarë Paluçin. Njoftimi i policisë, hetimet e thelluara zbardhin dinamikën e konfliktit për motive të dobta, ndodhur në ambientin e jashtëm të lokalit në fshatin Mans, sipas të cilit u vran marmëzjari 2 shtetas. Arrestohen për mos kallëzim të krimit 4 shtetas të përfshirë në konflikt, identifikohet dhe shpallet në kërkim shtetasi që dyshohet se është larguar nga vendngjarja bashkë me shtetasin DP, autori dyshuar i njërës prej vrasjeve. Në vijim të hetimeve të thelluara dhe profesionale të kryera nga strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës në koordinim me konfliktin për motive të dobta të ndodhur rreth orës 01:25 të datës 22/10/2025 në ambientin e jashtëm të një lokali në fshatin Mans, ku u vran marmëzjari shtetasi FP 33 vjeç dhe AK 23 vjeç. U arrestuan në flagrancë për veprën penale mos kallëzimi krimit shtetasi EC 25 vjeç dhe EK 21 vjeç, si dhe shtetasi TB 37 vjeç dhe B 34 vjeç, vëllezër të 4 banues në Mans. Gjithashtu shpall në kërkim shtetasit DP 21 vjeç, banues në Mans, për veprën penale, vrasje me dashje dhe mbajtja pa leje, përdorimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. GA 30 vjeç, banues në Mans, për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit, për krahje autorit të krimit dhe mos kallëzimi i krimit.